Besimtarët Bektashin festojnë sot Sultan Novruzin. Besimtarët Bektashin festojnë sot festën Sultan Novruzin. Është një nga festat më të rëndësishme të tyre ku simbolizon ringjalljen dhe ripërtëritjen, duke qenë se përkon me pranverën, atëherë kur në fakt çelin lulet. Ndonse shumica e vendeve në botë festojnë në 21 mars, në Shqipëri kjo fest festohet në 22 dhe përfaqëson një ditë të shënuar dhe më të bekuara të vitit. Festa e Sultan Novruzit shënon fillimin e vitit të ri, sipas sektit Bektashian, dhe përkon me ditëlindjen e Imam Aliut. Kjo ditë cilësohet në mbar botën aleviane si dita e fisnikërisë Bektashiane dhe dita e ringjalljes së madhe. Në këtë ditë çdo gjë mund të ringjallet, lind shpresa, ringjallja për gjithë njerëzimin. Ajo është një ditë e re ku të gjithë shpresojmë për një të ardhme më të mirë. Novruz në gjuhën perse do të thotë ditë e re dhe është festuar për më shumë se 3000 vite. Tradicionalisht ajo nis sa po ndodh ekuinoksi pranveror. Kjo festë shënon gjithashtu ditën e parë në kalendarin iranian. Novruzi festohet në lindjen e mesme Azinë Qendrore, Indi, Gjeorgji dhe Shqipëri. Zakonisht kjo festë zgjat 3 ditë. Besimtarët Bektashin shkëmbejnë vizita tek njëri tjetri dhe më pas kryejnë ritet fetare, ndihmojnë njerëzit në nevojë dhe sipas traditës besimtarët shpërndajnë qumësht dhe shërbet që simbolizojnë pastrimin e trupit dhe shpirtit. Në ditët e festës Bektashin të mbjellin lule në shtëpitë e tyre ose vendosin në hyrje të portave degulliri. Ushqime tradicionale të Novruzit janë byreku me monedhën brenda që sipas traditës kush e gjen nga pjesëtarët e familjes e pret një vit i mbar. Në tryez nuk duhet të mungojë mishi i pjekur dhe sigurisht ëmbëlsira tradicionale që është sultiashi. Kjo ëmbëlsirë, e cila në bazë të saj ka qumshtin që simbolizon qumshtin e nënës, orizin që simbolizon bollokun dhe sherbeti që merret i kënduar në teqe.